Mendoj si Sinfonia e Fatit është një komedi mjaft interesante, unë do ta quaj një trio ku gërshetohen rastësitë e fatit, rastësitë të panjohurës, nga ana tjetër dhe rastësitë e jetës në çift, keqkuptime të shumta, të papritura që vijnë dhe nga gjithë këto keqkuptime, se si padashje, gjithçka merr një tjetër këndvështrim mbasi vitet kalojnë. Dhe Sinfonia e Fatit mendoj që përfshin një sër nën temash, siç është marrëdhënia në çift dhe pikërisht momenti kur dy njerëz që dikur janë dashur shumë kthehen në dy të huaj dhe mes saj sa tolerant janë njerëzit për ta pranuar më pas humbjen e njëri tjetrit. Dhe këtu gërshetohet hakmarrja, gërshetohen mlefet e mbledhura dhe të akumuluara dhe patjetër që është një komedi e cila ka një ritëm të çmendur, situatash të ndryshme, të cilat në fund në një farë mënyrë tregojnë se sa të vegjël jemi ne përpara fatit, destiny, dhe se si ne mund të ndërtojmë plane pafund, por Zoti qesh, dhe në këtë rast dhe fati qesh. Historia sigurisht nis me një totalisht me një të papritura pas të papriturave, dhe në fakt dhe mbyllja është e gjitha një totalisht rastësi e fatit, e cila një papritur e madhe, e cila besoj që është një grep shumë i bukur për ta mbajtur publikun nga fillim deri në fund në suspans, pasi asnjëherë ti nuk e di se çfarë do të ndodhi. Dhe në fakt kjo është jeta. Jeta është një vrap i përditshëm i cili na rezervon për herë të papritura dhe ne s'e dim asnjëherë si do të jetë mbyllja, si do të jetë kapitulli i fundit, dhe besoj që publiku një nga gjërat e cila do të jetë një nga tërheqja, ashtu siç nga reagimet që pam sot që ishin të shumta dhe sinqerisht ishta pak e dyzuar nëse do të përcillej maksimalisht gjithë ky ritëm i një komedie me nota të forta, noiri, thriller, komik, por besoj pikërisht suspansa ishte ajo që i mbante vazhdimisht të gozhduar gjatë gjithë shfaqjes dhe ndjeja nga reagimet që ishin të përfshirë për të kuptuar se çfarë po ndodh. Dhe një nga gjërat që më ka shijuar më shumë pikërisht kur kemi vendosur që të punojmë me këtë tekst është pikërisht e papritura që ty të pret si në faqet e një libri, në këtë rast në një kuti që është një skenë brenda skene, siç e pat në skenografi, e cila ndryshon dhe ti asnjëherë nuk e di se çfarë do të pres të nesërmen. Dhe besoj të gjitha këto vinë shumë bukur me një muzikë e cila është e gjitha e stilizuar mbi Simfoninë 5 të Beethovenit, një nga simfonitë më të famshme në fakt të muzikës dhe një nga të historisë së muzikës, por një shoqëruese e vetë historisë së njerëzimit, që në momentin që është krijuar është, po themi, simfonia më e famshme dhe jo për pak arsye, është e vërtetë që ajo është një e kot të themi që është një kryevepër, por e sjell në këtë variantin e stilizimit dhe të mira variacioneve që ajo të ndihmon të përcjellësh, besoj që ishte një kornizë shumë e bukur dhe muzika është shkruar me shumë kujdes nga kompozitori Alon Naçi edhe Justi Aliaj, dhe mendoj që plotësuan më së miri këtë trion e Olta Dakut, Neritan Liçajt dhe Giuliano Briskut.